Kjo është një hartë që e kam gjetë në internet, është shumë e rëndësi, por këtu na interesojnë vetëm kufit. Ka qenë Evropa, Azia deri te deti kinez dhe një pjesë e Afrikës ka qenë e Jonja. Qysh ka kam punu njerëzit kundër shqiptarëve. Dhe shumë është interesant ashtu kush e shikon këtë hartë. Emërtimet janë të jo kohës së Pellazgjisë, kur ka qenë ky territar. Pastaj, shikoni shtetet e sodit se si janë të ndome. Nuk mundi me besu sa punon ato shërbime kundër kombit shqiptar dhe të vërtetës tonë, çka bojnë, mi vu njerëzit lajthitje, që hartën e Pellazgjisë me pru me shtetet sodit, e me emërtime të vëndshme, e jo të asoj kohë. Prandaj, vetëm kufit që shikoni, kur të shihni hartën e Pellazgjisë. Ja sa shkruan alt. Stërgjyshret e shqiptarëve të sotëm, Pellazgët, në periudha parahistorike kanë jetuar në pjesën më të madhe të botës, që njihej atëherë. Enciklopedia e madhe është gjindë greke, vëllimi 19, faqe 873. Do me thonë, kjo është gjindë në arkivin e Greqisë. Ja dy pelazgologët më të mëdhenj botë që kanë punu, ja që thonë. Pellazgjia, shtrirja atyre përgjithshme, sqarimet e plota në vazhdim. Pellazgët autokton ishin ata që e populluan mbar kontinentin, ishullin e madh të Evropës. Këtë e thot Eduard Schneider e Josef Dia, jo Antigonia.